Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Filozofia e Ramazanit dhe reflektimi mbi veten. A thu vallë, kemi medituar ndonjëherë dhe a kemi reflektuar ndonjëherë rreth asaj që kush është urtësia e Allahut fuqiplot në urdhrimin e tij ndaj krijesave të veta për agjërimin e muajit të Ramazanit. A thu vallë, ki Zot të cilin ne e besojmë dhe besojmë se çdo cilësi e tij është gjithmonë në superlativ dhe komfort urtësisë së tij të pafundme. A thu vallë, kush është urtësia e Zotit pikërisht në urdhrimin e tij në këtë formë të ibadetit ta bëjmë ne, në këtë formë të adhurimit drejt tij, adhurim i cili është i spikatur me disa cilësi, mirë po ajo çka e veçon është pikërisht se është adhurimi i vetëm i cili e sfidon në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe në mënyrë direkte, mënyrën e jetesës së njeriut. Edhe e sfidon pikërisht njeriun me atë të cilën është nevoja jetësore e njeriut, gjithsesi nevoja fiziologjike e tij. Le të reflektojmë rreth kësaj çështje dhe të mundohemi të kuptojmë a thu vallë përse Zoti në këtë formë na teston neve. Për të kuptuar këtë më mirë, pikërisht kthehemi tek ajo e cila quajmë urtësia e pafundme e Zotit, e cila përfshin edhe emërtimin e çdo sendi. Emërtim të cilën Zoti e përmendi në Kur'an këtë muaj, i cili është i spikatur dhe i cilësuar që quhet muaj i agjërimit, gjithsesi muaji i Ramazanit. Allahu e emërtoi si Ramadan. Ramadan, nëse kthehemi në etimologjinë e gjuhës arabe, një dietar i shquar islam i cili quheshte Ebu Raghib el-Asfahani, në një prej librave të tij thot Ramadan, gjithsesi Ramazani, vjen nga folja Ramada, që do të thot djegje dhe shkrirje. Është djegje diçkahit dhe e sjell në shembull një pjesë të tokës e cila është e djegur në shkretir edhe është e shkrumuar. Kështu është emërtuar, në këtë formë është emërtuar edhe Ramazani. A thu vallë, kush është ndërlidhja që dëshiron Allahu fuqiplot të bëjë ndërmjet emërtimit edhe urdhërimit të tij? Kthehemi edhe një herë tek reflektimi i kësaj, edhe meditimi rreth kësaj çështje, të bredhim rreth urtësive të Zotit. Allahu fuqiplot në të gjithën sferën islame, në gjitha adhurimet të cilat na ka bërë obligim neve, është një rregull islam që të gjitha adhurimet e sfidojnë unin e njeriut. Mirë po, pikërisht Ramazani, gjithsesi agjërimi, është sfiduesi më i madh për shkak se e sfidon nevojën fiziologjike të njeriut. Pikërisht është Ramazani, agjërimi i Ramazanit është ai i cili e vën në kantar, e vën si njësi matse atë të cilën ne i thuajmë urdhrimin hynor kundrejt unit njerëzor. Pikërisht është agjërimi i Ramazanit ai i cili e teston besimtarin me atë të cilën më shumti i nevojitet besimtari, gjithsesi nevoja e tij për jetë. A thu vallë, Ramazani e teston nevojën e njeriut për jetë, për me i dhënë një jetë njeriut. Është pikërisht këtu qëllimi, edhe këtu është synimi. Allahu fuqiplot e teston njeriun nëpërmjet amnestimit të tij ndaj nevojave fiziologjike për me i dhënë atij shpirt, jetë edhe disiplinë, për me bë agjërimin një farloj shkolle, një farloj terbije dhe edukim për atë të cilin e implementon në mënyrën e duhur. Prandaj, le të reflektojmë edhe një herë, jo veç rreth vetes, por le të reflektojmë edhe një herë ndaj urdhnave të Zotit. A thu vallë, kush është synimi i Zotit ndërmjet asaj se na ka urdhëruar me diçka edhe na ka ndaluar ndaj diçkaje. Gjithmonë ai ideali kryesor dhe synimi i gjithë urdhresave të Islamit është afrimi ndaj Zotit. Mirë po, ky afrim, a thu vallë, na bën dobi neve vetëm në botën tjetër, apo na mëson një farloj sistemi jete në cilën ne do t'jemi krenar edhe do t'jemi të lumtur si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Pikërisht, agjërimi i muajit të Ramazanit e implementon këtë, e sjell në jetë këtë, e neutralizon këtë, për shkak se Allahu fuqiplot dëshiron ta testoj edhe një herë gatishmërinë tonë për me qenë të aftë me dhënë dorëheqje ndaj nevojave tona fiziologjike
vetëm për me implementu urdhin e tij hinor. Mirë po, jo me i marginalizu në tërsi nevojat tona fiziologjike, mirë po me i bën një farloj forme të tërbijes, me i bën një farloj forme të edukimit. Në këtë formë Zoti dëshiron me na eduku. Në këtë formë Zoti dëshiron neve me na tregu se njeriu është i gatshëm me sakrifiku, edhe është i gatshëm me dhënë dorëheqje ndaj disave nevojave që ai ka në jetë, vetëm për hir të diçkait që është më e madhe, ndaj një idealit që është më e madhe, ajo është kënaqësia e razia e Zotit fuqiplot. Prandaj, reflektimi më i madh që mund t'i bëjmë Ramazanit është pikërisht ideali i tij. Çka është ideali dhe çfarë janë dimensionet e Ramazanit? Janë pikërisht këto të cilët i përmenden. Vënia e Ramazanit dhe agjerimit të tij si njësi madhse në jetën tonë, për gatishmërinë tonë se a jemi të aftë për me sakrifiku diçka nga vetja vetëm për hir të kënaqësisë së Zotit, kjo është synimi dhe ideali i parë dhe i fundit e Ramazanit. Prandaj edhe një herë Ramazani është reflektim ndaj vetes për me njoh veten. Zoti ju nderoft, Allahu ju shpërbleft.